ora shënon për pak sekonda 8:00 e mëngjesit, ndërkohë që besoj jeni zgjuar, po bëheni gati të merrni makinën tuaj dhe të shkoni në punë apo kudo tjetër keni planifikuar. Por imagjinojeni pak sikur këto angazhimet tuaja të përditshme të kryeni me makina të vjetra, të cilat kanë trashëgimi, të cilat janë të ruajtura dhe të ralla. Mbase nuk mund ta bëni çdo ditë, por mund të shkoni dhe të shihni ditën e shtunë në Tirana Grand Prix që do të organizohet në sheshin Nën Tereza. Detajet do t'i mësojmë të gjitha. Kush ka dëshirë të mbajë shënime se çfarë duhet ketë parasysh përpara se të shkojë tek Tirana Grand Prix mund ta bëj lirisht këtë. Ndërkohë që unë do doja të përshëndesja organizatorin Olsi Gjoshi që kam të ftuar në studio në këto momente për të folur pikërisht lidhur me këtë eveniment. Olsi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani, unë e di që Tirana Grand Prix nuk është hera e parë që organizohet, po sidoqoftë ndoshta mund të ketë nga ata të cilët nuk e kanë dëgjuar, të cilët mund të kenë ardhur këtu për pushime, mbase me ide jo dhe shumë të qarta se çfarë duhet të bëjnë, kështu që çfarë është konkretisht Tirana Grand Prix? Nga këtu doja ta nisja. Tirana Grand Prix është faza preliminare për në finalen e madhe në tetor që kemi bashkë me klubin italian. Kjo fazë është pjesë e 2 edicioneve të tjera që kemi patur më përpara. Kjo është faza e parë finale për shqiptarët, që marrin pjesë vetëm shqiptarë, për në finalen e madhe në tetor. Tu kualifikohen vetëm 10 veta për në finale, bashkë me italianët që do marrin pjesë në tetor, në eventin e madhe të tetorit. Pra, është një garë, Tirana Grand Prix është një garë në cilën marrin pjesë njerëz të apasionuar pas makinave që janë domosdoshmërisht kanë një formim lidhur me këtë, apo? Tani marrin pjesë vetëm mjetet që janë të targuara retro, që janë pjesë e regjistrit tonë të DBShtR-s, që janë pjesë e regjistrit të retro. Këto makina do marrin pjesë për në finalen e tetorit dhe do të theksoj që kjo është një garë rregullësie, jo një garë shpejtësie, është një garë rregullësie ku përcaktohet një kohë e caktuar nga organizatori, për shembull 1:40 do bëhet një xhiro, duhet të bëjnë xhiron fiks 1:40, as më shumë dhe as më pak. Nëse bëhet më shumë ka penalitet, nëse bëhet më pak ka penalitet. Okej, pra interesante, duket më e vështirë se ato garat të shpejtësisë. Është garë kronometri, por është një sinje parat e kronometruar. Se ndonjëherë të jesh i rregullt është pak më vështirë se të jesh i çrregullt. I çrregullt mund të jesh lirisht, kurse rregullësia është një veti që fitohet me kohën. Edhe me sa duket për këtë do të testohen, do të provohen edhe ata që do të jenë pjesë e Tirana Grand Prix. Kjo është e bukur e kësaj radhe, se është hera e parë për ne shqiptarët që marrin pjesë në një garë rregullësie, paktën për mjetet retro. Dhe kjo është e bukur që të shkojmë në finale me ekspertët e kësaj gjëje. Ekspertët e kësaj gjëje janë italianët, me disa që vinë me disa mjete shumë të mira, shumë të mirë mbajtura dhe me shumë vlerë. Sa automjete historike pritet që të marrin pjesë dhe a ka modele të veçanta që meritojnë vëmendje? Modele të veçanta ka, por numri është i limituar 50, sepse është për pjesën e angazhimit, që nuk mund të bëjmë dot mbi 50, se është e vështirë të bësh menaxhimin e kësaj. Pra nuk duhet atë kalojmë për shkak menaxhimi, ose nuk ka... Shkak menaxhimi dhe shkak kohe, po të jetë numri më i madh, i bie që ta zgjasë shumë eventin. Ndër këto automjete, cilin do të cilësohet si më të veçantin? Deri tani janë regjistruar shumica mjete, jemi diku ke 40 ca mjete. Do të thonë është numri, sot është dita e fundit e hapjes së regjistrimit, kështu që mbyllet sot në orën 12 dhe shpresoj që të plotësohet 50, po kush do të marrë pjesë të aplikojë kjo retropikal për regjistrimin për në garë, kështu që është numri limituar. Sa më shpejt të aplikojnë, aq më mirë do jetë për ta. Dhe ndërkohë nga ana tjetër do të patjetër ndaleshim pak edhe te komuniteti koleksionistëve dhe adhuruesve të mjeteve klasike në Shqipëri apo të makinave retro në Shqipëri konkretisht. A kemi ne një rrjet të gjerë të atyre që koleksionojnë automjete sot në Shqipëri? Deri tani është në rritje, është në progres. Koleksionistët retro janë rritur, si janë bërë dhe klube disa. Kemi shtëpi që janë bërë muze, kemi garazhe që janë bërë muze. Ka dhe individ që kanë 1 mjet, ka dhe që kanë 4, 5, ka dhe që kanë 30, ka dhe që kanë
diku ke 50-100 makina koleksion. Kemi dhe muze privat këtu në Tiranë. Kështu që janë në rritje gjitha, po. Me sa duket është një pasion që nëse nis nuk përfundon asnjëherë. Ky pasioni është i lidhur me gjakun, është i lidhur edhe me nostalgjinë që ke për mjetet, është dhe me historikun tënë si e rritur me vetë mjetet, është nostalgjike më tepër. Unë nuk e di nëse mund më japësh një përgjigje lidhur me këtë, se patjetër është shumë subjektive dhe duhet ta bësh me një sondazh nëse do një përgjigje, por nga jo çfarë ke vënë re, me cilin nga mjetet e dikurshme shqiptarët kanë një lidhje më të fortë? Shqiptarët kanë një lidhje për mjetet që kanë qenë në vitet 90 deri në 97. Për shembull të përmend diçka 123 ose 220 që ne e njohim shumë mirë, Mercedes-Benz. Është kjo seri që është më shumë e njohur, pastaj vinë që janë më shumë të regjistruar në koleksionin retro janë SL-t, Mercedes-Benz SL, që janë kapri, janë mjetet udhëtimit të bukura. Mjetet udhëtimit të bukura që sjellin goxha nostalgji. Në fakt, Grand Prix-i vjen edhe pas Automotive Fair Albania, një tjetër event i organizuar me sukses, edhe aty ka pasur një sër aktivitetesh. Është organizuar Grand Prix-i që në vitin 2023, apo jo, për herë të parë. Çfarë mendon që i ka sjell të re Tiranës, dhe jo vetëm Tiranës, po edhe Shqipërisë, le ta themi kështu? Tiranës të re i ka sjell kulturën e automjeteve, kulturën e mirëmbajtjes së mjeteve, ka sjell dhe turizëm automjetesh. Po flasim për kur vinë dhe italianët, vinë si grup, vinë me 2-3 persona me vete, hoteleria ka dhe jo punë këtu, domethënë shikohet dhe Tirana në pjesën e turizmit. Përveç koleksioniste, shikohet edhe për pjesën e mirëmbajtjes së mjeteve, e kulturës, si se mirëmbahet një mjet. Çdo spektator e sheh një mjet që është i mirëmbajtur, është i bukur, po ta shohësh me kujdes edhe videot që tregojmë këtu janë mjete shumë të veçanta italiane. Kjo është një formula e vjetër. Diku vlera e asaj formule është 6-7 milion euro. 6-7 milion euro. Pra, mjetet që kanë xhiruar në ato rruga aty, kanë qenë të një vlere të konsiderueshme. Po mjeti më i shtrenjtë shqiptar, apo nuk kemi shifra ende? Kemi mjetë veçanta, janë disa të veçanta që janë shumë të vjetra, 1928-ës, 1926-ës, kemi shumë mjete, po tonë nuk është se kanë vlerë. Nuk mund t'i vlerësosh me një vlerë monetare. To kanë një vlerë nostalgjike dhe një vlerë, to janë për makina muzeo më tepër. Por janë funksionale ende. Kjo është e bukur se janë funksionale. Nuk mund t'i çojmë në muze nëse ende janë funksionale dhe mund t'i përdorim edhe në evente të tilla. Kjo është e bukur e pasionit që nuk do ta lesh mjetin që të vdes në muze ose të vdes në garazh, do ta përdorësh, do të bësh gara. Kjo është e bukur e eventit. Prandaj po organizojmë këtë event që mjetet t'i përdorin edhe t'i mirëmbajnë sa më mirë. Si ka ndryshuar Tirana Grand Prix nga edicioni i parë, që ishte në 2023, deri më tani? 2 edicionet e para ka qenë i inkorporuar me AFA-n. Tani kemi marrë një vendim që ta ndajmë, ta bëjmë si patent tonën Tirana Grand Prix Tirana, si të PShtR të bëjë një garë të vetën me mjetet retro. Një garë të vetën me mjetet retro që do të organizohet në datën 6 qershor në sheshin Nën Tereza në fazën e parë, sepse e tham do të ketë edhe një fazë të dytë, apo jo, që do të ta shpjegonim edhe një herë kjo fazë e dytë kur ndodhet dhe si ndodhet, çfarë bëhet aty, çfarë presim nga ajo pjesë e organizimit. Tani 10 më të mirë të kësaj faze që do bëhet nesër, që është gara nesër në orën 16 që fillon deri në orën 8 është aktiviteti. 10 më të mirë të kësaj gare do konkurrojnë bashkë me italianët, kush më i fortë, ne po italianët. Si mendon ti? Unë mendoj që jemi ne. Okej. Këtë e kemi pasur historikisht të paktën gjithmonë krenaria na ka karakterizuar në çdo situatë. Po ndërkohë kemi realisht edhe pilot goxha të mirë që po zhvillohen ditë pas dite. Po kemi pilot edhe në Shqipëri që janë pjesëmarrës në gara ndërkombëtare, gara kombëtare, gara rregullësie, kemi dhe garën e rrjedhit që kemi, jemi diku lart edhe me pilotët. Do doja patjetër që të ndaleshim edhe tek kuptimi që aktivitetet të tilla
marrin për turizmin dhe për zhvillimin e vendit dhe për promovimin e figurës shqiptare kudo jashtë. Ti përmende pak, Olsi, por patjetër do doja të ndalesh më gjatë. Pse është kaq e rëndësishme që të ketë aktivitete të tilla dhe si mund të shërbejnë ato për të promovuar turizmin, për të promovuar imazhin e Shqipërisë? Çfarë mendojnë që do të ishte një rol kyç që do ta kishin në këtë drejtim? Për Shqipërinë është e mirë se po të përmend italianët që do vinë në tetor, italianët do vinë që në të mërkurën, në tetor, javën e parë të tetorit, do bëjnë një tur të gjatë në Shqipëri, pastaj finalen, do dalin në Sarandë, Gjirokastër, e qytetet me radhë, pastaj do vinë në Tiranë, do bëjnë finalen me garën me shqiptarët. Ky tur është një kulturë që përhapet në çdo qytet të Shqipërisë, edhe shohin njerëzit se si i mbajnë mjetet me dashuri dhe me kujdesje pilotët dhe të apasionuar të mjeteve retro. Ndërkohë edhe ti vetë duket qartë që i do mjetet, më tregove pak përpara se të hynim në intervistë që ke një lidhje qysh në fëmijëri me mjetet, nëse mund ndajmë vetëm pak. Po, unë jam rritur me mjetet që i vogël me babain, se babai e kam pas dhe tregtar mjetesh, i blente mjetet, i rregullonte dhe i shiste prap. Kështu që i vogël u rrita me këtë, pastaj vazhdova në për disa punë të ndryshme, jo menaxher servisi, jo inxhinier ekspert të sigurimesh që bëja evidentimin e dëmeve të mjetit, pastaj kalova në DPSHTR dhe këtu jam merrem tani me gara, po përveç saj ndërkohë merr edhe me garat e mjeteve në FIA. Domethënë jam i certifikuar në FIA për pjesën e sigurisë eventeve, pjesën e organizimit të eventeve dhe për pjesën e kontrollit teknik të eventeve. Dhe e di se të pyeta që të më bënte kuptim të plot pyetja e radhës që vjen. Sepse duhet ta duash vërtet diçka në mënyrë që të flasësh për të, dhe prandaj edhe vura në dukje këtë historikun tënd me automjetet. Dhe pyetja ime e fundit do të ishte, Olsi, pse do të ishte interesante që një i ri apo një fëmijë ta vizitonte pikërisht Tirana Grand Prix. E bukur është që është hera e parë që organizohet një event i tillë, din të shohin mjetet e koleksionistëve tanë që janë mjetet edhe performuese për garë, që janë shumë të mirë mbajtura. Përveç saj do kemi edhe show me muzikë, do kemi komentim të garës, do kemi ndarjen e çmimeve. Do jetë një event shumë i bukur, pse mos jetë çdo kush aty. Çdo kush është i ftuar. Po, patjetër. Olsi, unë falenderoj dhe uroj një event sa më të mbar. Faleminderit juve.